Valbona është përlotur mbrëmjen e sotme në shtëpinë e Big Brother VIP4, gjatë një bisede të ndjerë me Jozin, që e ka kapur atë në një moment të vështirë emocionale. Gjatë bisedës, Jozi, një prej banorëve më të njohur, ndante ndjenjat e tij me Valbonën duke e ndihmuar atë të kuptojë se ajo nuk është e vetme në këtë funksionuar të vështirë. Ai shprehu shqetësimin e tij për atë që ajo po kalon, duke theksuar se ndjenjat e saj janë të vlefshme dhe se nuk duhet të lejojë askënd ta ndjejë vlerën e saj. Ti je duke vuajtur shumë nga disa njerëz që nuk e dinë domethënien e vlerave të tua, I tha Jozi. Ai po e kishte fjalën për Laertin, me të cilin Valbona kishte zhvilluar një debat të ashpër mbrëm. Ky konflikt kishte lënë një sinjal të dukshëm të tensionit midis tyre dhe kjo ishte bërë e qartë për të gjithë pjesëmarrësit e tjerë. Në vend që të kenë fatin që ja aty në rrethin e vet, këta njerëz nuk po të dinë vlerat dhe as nuk të kanë ditur kurrë, vazhdoi Jozi, duke I ofruar Valbonës një farë mbështetjeje emocionale. Ajo është një nga banorët që e meritojnë respektin dhe vlerësimin e të tjerëve, por ndonse është aty, ndihen të lëna mënjan nga disa. Një moment I veçantë erdhi kur të dy të qeshnin, por Jozi e shpreh mendimin e tij serioz. Të betohem nuk është për të qeshur, tha ai, duke reflektuar realitetin e situatës. Ajo duket se ishte tashmë lodhur nga tensionet dhe përplasjet të vazhdueshme që e rrethojnë. Valbona, duke u përballur me emocionet e saj, u përgjigj, të betohem që jam lodhur nga kjo situatë. Këto fjalë tregojnë se ajo është në një pikë ku ndjenjat e saj po bëhen gjithnjë më të forta dhe të vështira për t'u menaxhuar. Ajo përfaqëson shumë njerëz që ndihen të lënë pas dore dhe të anashkaluar në situata të ngjashme. Ja si qesh ai pa fytyri, ti qan ai qesh, shprehu Jozi teksa vërejti Laertin që po qeshte. Ky moment ilustron ndjeshmërinë e situatës së saj dhe argëtimin që ndonjëherë përfshihet midis tensioneve. Ndërsa kjo situatë zhvillohet, ajo ngre pyetje mbi natyrën e marrëdhënieve brenda këtij ambienti të mbyllur dhe ndikimin që ka mbi individët që po përjetojnë përplasje të tilla. Valbona dhe Jozi kanë treguar se ndihma morale dhe mbështetja emocionale janë të domosdoshme për ata që përballen me emocione të tilla, sidomos brenda një shtëpie ku çdo mendim dhe veprim është në qendër të vëmendjes. Ndërsa spektatorët vazhdojnë të ndjekin ngjarjet, ata janë të tërhequr nga dinamikat emocionale që po zhvillohen, dhe Valbona ka bërë një përshtypje të fortë disa prej tyre. Ajo është një simbol I forcës për ata që ndihen të humbur, duke u qëndruar emocioneve të tyre dhe duke kërkuar mbështetje nga ata përreth.